Zgjedhjet e 11 majit po afrojnë dhe duket se fushata është ndezur më shumë se kurrë. Për të folur për, po themi, si po shkon fushata, kam të ftuar në një lidhje Skype nga Malësia e Madhe, besoj, kandidatin e Partisë Demokratike Aurel Markaj. Aurel, shumë faleminderit për kohën. Faleminderit ju për ftesën. Aurel, si po ecën fushata? Fushata ka disa ditë që ka filluar këtu në Malësinë e Madhe dhe në gjithë qarkun e Shkodrës. Fushata është duhet me një ritëm shumë të kënaqshëm. Ne jena çdo ditë në takim me njerëz, jena në takim me strukturat e Partisë Demokratike, me faktorë të ndryshëm në Malësinë e Madhe, faktorë të ndryshëm në gjithë qarkun e Shkodrës, me njerëz të cilët kanë interes për me ndryshuar Malësinë e Madhe, me njerëz që kanë interes për me ndryshuar Shkodrën, me njerëz që kanë interes për me ndryshuar gjithë Shqipërinë. Ne jena në kontakt vazhdueshëm me këta dhe dita ditë ne jena të punuar fort që këta njerëz kenë vendin e vet në Partinë Demokratike. Aurel, nga takimet që keni me njerëzit, kush janë ato shqetësime që i shqetësojnë më shumë, po themi, dhe e shtrojnë si kërkesë që ju kur vini në pushtet ti ndryshoni sa më parë? Atëherë, në zonën e Malësisë së Madhe, ku unë jam kandidat i Partisë Demokratike, na kemi takimet vazhdueshme me njerëz dhe shqetësimet që ata na përcjellin janë shumëta. Realisht në për intervista tjera unë kam cituar në Malësinë e Madhe problemet kryesore janë me rrjetin e elektrifikimit, me dritat. Po kështu edhe një problem tjetër është edhe uji i pishëm, sidomos në verë, është një problem mallor i cili do një rrugëzjedhje sa më shpejt. Përveç kësaj një problem shqetësues është edhe tregu i bimëve medicinale. Çmimi jashtëzakonisht shumë i ulët i ka penguar këta banorë, këta fermerë, të cilët mbajnë familjet e tyre me këtë lloj produktit, të kenë shumë paktar nga kjo kulturë. Çmimi ka qenë shumë i ulët dhe shumë njerëz janë detyruar që ose t'i lanë tokat djerë dhe mos t'i punojnë, ose t'i lanë shkrejt ato toka. Kjo janë disa probleme kryesore. Po kështu edhe në përfshata të ndryshme të Malësisë së Madhe, për sa i përket infrastrukturës rrugore, e cila lidhet me kryeqenën e veriut, janë lënë për të dëshiruar. Janë disa probleme shqetësuese. Por një ndër problemet që unë theksoj më shumti që ka prek Malësinë e Madhe është largimi masiv i trive dhe tërjave të Malësisë së Madhe. Kjo është një problem jashtëzakonisht shumë shqetësues, i cili do në kohë që të riparohet, do në kohë që të kthehet në rrugën e duhur. Është një problem që me të vërtetë është një plagë e madhe për shoqërinë në Malësinë e Madhe, në Shkodër dhe në gjithë qarkun tonë. Aurela, besoni që me ardhin e Partisë Demokratike në pushtet, ju do keni mundësi që me programet dhe me vendimarrje që do merrni, do mundni që t'i ktheni edhe një herë, po themi, banorët e Malësisë së Madhe që janë shpërngulur nga Malësia e Madhe dhe kanë ikur jashtë? Unë si kandidat i Partisë Demokratike, si i ri, do bëj gjithçka që është e mundshme që me ngjall shpresën që këta të reja që ndodhen sot Malësinë e Madhe mos ta shohin si rrugëzjedhje largimin e tyre nga këto. Them drejtën e nderuar, gjatë disa ditëve që kanë filluar dhe votimi në diasporë, kam pas kontakte të shumta me njerëz që janë në diasporë. Dhe ata më kanë përcjellë një mesazh që mua më kanë dhënë zemrën, me thënë drejtën. Ata presin një farë shpresë që ngjallën në Shqipëri dhe ata janë gatshëm që të kthehen, të japin kontributin e tyre këtu në vendin e tyre këtu, tek familjet e tyre këtu. Ata zemrën dhe dëshirën e madhe kanë për të kthyer në Malësinë e Madhe, në Shkodër dhe kudo. Ata dojnë vetëm një shpresë që të ketë një dritë në fund tunelit në kuptimin e mirë fjalës, dhe jam i bindur se shumë malësor, shumë shkodran, shumë shqiptar do ta shohin si rrugë kthemin e tyre në Shqipërinë tonë dashur. Cili është, po themi, rezultati optimal që Partia Demokratike pretendon në Shkodër? Atëherë, siç e dini edhe ju, qarku i Shkodrës ka sot 11 deputet gjithsej. Partia Demokratike në të gjitha sondazhet e saj është e sigurt për 6 mandate. Për pak vota duhet për me luftu për me marrë mandatin e 7. Që jam i bindur që mandati i 7 do të realizohet me votën e diasporës. Na kena pas shumë kontakte gjatë këtyre ditëve dhe na ka dhënë na ka dhënë për të pritshmërive realisht vota e diasporës. Na ka dhënë një shtysë të jashtëzakonshme. Ta njerëz që janë regjistruar në qarkun e Shkodrës janë të votuar masivisht për Partinë Demokratike. Dhe jam i bindur se mandati i 7 do të realizohet prej votës diasporës. A keni informacion se sa votues janë nga diaspora që e kanë tërhequr fletën e votimit?
Të drejtën është një informacion I cëmbuar këtë pikë, jo, nuk e kena një informacionin e saktë, sepse edhe sot që flasim vazhdojnë shpërndarja e fletave të votimit, por jam I bindur se 100% ata që janë regjistruar në gjithë sharkun e Shkodrës, po në gjithë Shqipërinë, do kenë interesin e jashtëzakonshëm për të tërhequr fletat e votimit dhe për të votuar. Interesi është jashtëzakonshëm për tyre për të votuar. Sa e vështirë është që të bëni fushat në një kohë që, po themi, dije që partia që është në pushtet është më avantazhuar në përdorimin, po themi, të aseteve, në përdorimin e infrastrukturës? Partia që është në pushtet ka 12 vite që e ka këtë pushtet. I nderuar pushtetit I ditë shumë mirë se të konsumon. Dhe këta I ka konsumuar në mënyrë më drastike, më të mundshme. Njerëzit presin vetëm një dritë shpresë për të ndryshuar matësinë e madhe të Shkodrën dhe gjithë Shqipërinë. Ndryshimi është I domosdoshëm, është I duhur për gjithë. Edhe për këta që vetë janë pushtet, për gjithë ta njerëz që mendohen se mund të kenë një lidhje me pushtetin ose diçka, qoftë majt, qoftë djathtë, qoftë pa parti, ndryshimi është I domosdoshëm mas 12 viteve qeverisë të një partie. Në të gjithë botën, në të gjithë Evropën, na nëse do dëshirojmë për me hyrë në Evropë, nuk mundesh me hyrë në Evropë me një parti e cila vazhdon me 12 vite ose 16 vite pretendon se nuk mundet me arrit. Është një diçka që edhe vetë këta ndryshimi është I mirë edhe për këta të gjithë që janë pushtet sot, për gjithë njerëzit që ndodhen në Malësi të Madhe, për gjithë njerëzit që ndodhen në Shkodër, për gjithë njerëzit që ndodhen në gjithë Shqipërinë. Ndryshimi është I domosdoshëm për gjithë. Jam I bindur se këtë ndryshim shqiptarët do ta japin këtë herë. Sa besim keni që, po themi, shqiptarët do ju mirë kuptojnë dhe ndoshta do I bindni që të dalin të votojnë, sepse, po themi, në kushtet e Shqipërisë problemi më I madh është me votuesit gri të cilët ndoshta stepen për të shkuar në qendrën e votimit për të votuar. Pra, apo bën PD-ja mjaftueshëm për t'i bindur këta votues? Ne jemi duke bërë gjithçka që të bindet kjo grupim votuesësh të cilët ndoshta shohin si një mundësi për të qëndruar në shtëpi. Jam I bindur se kësaj herë nuk do ketë shqiptarë që do qëndrojnë në shtëpinë e tina, por me datën 11 maj të gjithë do shkojnë te kutitë e votimit dhe do japin votën e tyre me dëshirë më të madhe për ta ndryshuar Shqipërinë. Një shtysë të madhe e theksoj më të madhe do të jetë diaspora e cila do ketë një ndikim jashtëzakonshëm te këta familjarët e tyre që ndodhen në Shqipëri. Ata vetë kanë hedhur votën kudo që ndodhen në pushtetet e ndryshme të botës dhe do ketë një ndikim që dëshirojnë edhe ta shqiptarët, ta familjarët e tyre që ndodhen në Shqipëri, që edhe këta vetë shkojnë dhe të hedhin votën me datën 11 maj në kutinë e votimit. Ta bëjnë ndryshimin e shumë pritur nga gjithë. Në takimin që keni pasur me njerëzit, a e kanë shprehur presionin që mund të kenë pasur, po themi, qoftë direkt qoftë indirekt, qoftë me vende pune apo me mënyra të tjera? Pra, sa e vështirë e keni ju të bëni fushat me njerëz që ndoshta gjenden edhe nën presion? Atëherë, siç e dini në Shqipërinë tonë ndashur këto fenomene, edhe pse në vitin 2025 ndodhin aktualisht sot. Por ne jemi duke punuar fort me gjithë ta njerëz që të largojnë frikën, që të bindin se asgjë gjë e keqe me datën 11 maj nuk do I gjejnë ta njerëz që po të shkojnë dhe votojnë Partinë Demokratike. Dhe jam I bindur se edhe pse këta mund të jenë njerëz të cilët kanë lidhje me pushtetin, mund të jenë njerëz që administrata atyre që ndoshta edhe me presione mundën me I marrë në vendet e punës, por vota është e fshehtë për gjithë. Vota është e shajtë, vota është e fshehtë për gjithë. Aurel, nëse unë do isha votues në Malësinë të Madhe, cila do ishte ajo fjali që ndoshta do më binte mua që t'ju votoja juve? Atëherë, nëse ti do ishe banor I Malësisë së Madhe, përderisa nuk e di se sa njeh Aurelin. Aureli është një djalë I cili jeton në Malësi të Madhe, punon në Malësi të Madhe, familjen e ka në Malësi të Madhe dhe kontributin e vet ka dëshirën më të madhe që ta japi Malësi të Madhe, ta japi për këta banorë të cilët e meritojnë më të vërtetë që të ndryshojnë diçka e mirë, ketë pritshmëri për këta banorë të cilët e presin një dritë shpresë. Dhe jam I bindur se Malësorët, shkodran dhe gjithë ata njerëz sot do vlerësojnë më shumë ti. Njeriu I duhur I cili ka për të bërë për ta njerëz, I cili I vlerëson ta njerëz, a do të jetë zani I këtyre njerëzve. Aurel, shumë faleminderit për kohën dhe të uroj shumë suksese. Faleminderit juve.